Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Piu lëngun e lakrës së kuqe për 30 ditë çdo mëngjes edhe papritmas filloi të ndjente diçka që e befashoi. Fryrja e barkut është një problem shumë i zakonshëm i stomakut, por problemet me tretjen nuk duhet të jenë pjesë e jetës suaj të përditshme. Lakra e kuqe është një nga përbërësit më të mirë që mund të konsumoni për të zbutur sistemin tuaj tretës dhe për të mposhtur fryrjen. Ai ndihmon në funksionin e zorëve dhe ka përfitime të tjera. Sipas Healthline do të rendisim të gjitha përfitimet kryesore që do të marrë trupi juaj nga pirja e lëngut të lakrës së kuqe. Si fillim do të forcojë imunitetin. Lakra e kuqe përmban vitaminën C dhe vitaminën K, së bashku me shumë vitamina dhe minerale të tjera thelbësore. Vitamina C në lakrën e kuqe vepron si një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në luftimin e inflamacionit në trup, ndërsa mbron qelizat nga dëmtimi. Vitamina C jep trupit tuaj forcë dhe mbështetje që nevojitet për të luftuar bakteriet dhe infeksionet që mund të jenë pushtuese dhe mban trupin më të shëndetshëm. Do të keni zorë më të shëndetshme. Fibra e patretshme në lakrën e kuqe ndihmon sistemin tretës të funksionojë pa problem për të parandaluar kapsllëkun. Gjithashtu ndihmon në lehtësimin e simptomave të gjendjeve gastrointestinale si sindroma e zorrës së irrituar. Lëngu i lakrës së kuqe ndihmon në mbajtjen e sistemit tretës të lumtur dhe të shëndetshëm. Ajo lufton gjithashtu edhe inflamacionin. Lakra e kuqe përmban fitonutrientë të cilat janë komponent natyral anti-inflamator. Një studim i publikuar në Research in Pharmaceutic Science zbuloi se ngrënia e lakrës jeshile çojë në një reduktim të entjes. Fitonutrientët në lakrën e kuqe e bëjnë atë një ilaç natyral për fryrjet dhe kundër inflamacioneve. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve kronike. Antioksidantët në lakrën e kuqe ndihmojnë në parandalimin ose kthimin e dëmtimit të ADN-s që mund të çojë në çrregullime kronike si sëmundja e Alzheimerit, sëmundje të tjera të Parkinsonit dhe probleme të ngjashme. Një studim zbuloi se krahas me bimët e tjera të ngrënshme, lakra e kuqe u zbulua se zvogëlon dëmtimin e endogjenit të ADN-s dhe qelizave të dëmshme të zorrës së trashë. Studiuesit arritën në përfundim se lakra e kuqe ka aftësinë për të luftuar sëmundjet dhe mund të jetë një nga ushqimet më të mira për të luftuar radikalet e lira. Për të bërë lakrën e kuqe lëng duhet të keni këto përbërës: një lakër të kuqe, 1/3 e lugës së çajit me piper kajen, një grusht me cilaranto ose një copë rrënje xhenxhefili, 1/4 e limonit, 1/2 e filxhanit me ujë kokosi. Vendosini të gjitha përbërësit në një blender me pak akull ose ujë nëse është e nevojshme dhe do të merrni një lëng vërtet të mirë për organizmin, duke sjellë gjithashtu përfitimet e tij unike me vlera të larta për shëndetin. Lëngu i lakrës së kuqe është mjaft të jashtëzakonshëm për organizmin. Ai është i pasur me vitamina, minerale dhe antioksidantë që forcojnë imunitetin, luftojnë sëmundjen dhe mbrojnë organizmin prej tyre. Sipas të dhënave, lakra e kuqe është një nga burimet më të mrekullueshme të vitaminës C që ndikon pozitivisht në shumë funksione të organizmit. Një gjysmëgotë ujë me lëngun e lakrës së kuqe përmban 150 mg vitaminë C, që është 100% e nevojës tonë ditore për këtë vitaminë. Në të njëjtën sasi mund të merrni 650 mg kalium, që përdoret në 14% të dozës rekomanduar ditore, dhe 102 mikrogram të vitaminës K, që përbën 85% të nevojës ditore të organizmit për këtë vitaminë. Lakra e kuqe ka 10 herë më shumë vitaminën A se lakra e bardhë. Kjo vitaminë mban lëkurën e shëndetshme, forcon imunitetin dhe mbron shikimin. Për më tepër, lakra e kuqe ka dy fishin e ekurit që ofron lakra e bardhë. Në këtë video do të mësoni 3 receta të ndryshme të lëngjeve me bazë lakre të kuqe, të cilat ndihmojnë në përmbrojtjen e veshkave, pastrimin e mëlçisë dhe sistemit tretës. Për të marrë dozën e lartë të antioksidantëve kundër radikaleve të lira dhe në pastrimin e mëlçisë, rekomandohet kjo recetë. Gjysma e një lakre të kuqe të përmasave mesatare, një panxhar mesatar, kokra dhe një shege, një copë e vogël xhenxhefili qëruar, dhe hidhini të gjitha përbërësit në një shtryse frutash dhe pini lëngun menjëherë. Për shëndetin e veshkave ju duhen këta përbërës: një tufë me kopër, gjysmë ollë jeshile, 3 gotë ujë me lakër të kuqe të grirë, hidhini të gjitha përbërësit në një shtryse dhe pini rregullisht.
Lëngu i lakrës së kuqe është i mirë gjithashtu edhe për tretjen, dhe lëngu i përfituar prej saj do të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju. Ajo që e bën lakrën e kuqe një nga perimet më të mira të familjes së lakrave është pikërisht ngjyra. Fal pigmentit të tyre bimor me veti fantastike antioksiduese, ndonse në të vërtetë është një derivat i lakrës së kuqe, ajo me ngjyrë të kuqe është e pasur gjithashtu edhe me lëndë të ndryshme ushqyese. Ajo përmban 10 herë më shumë vitaminën A duke plotësuar 33% të nevojës ditore që ka kjo vitaminë. Ka 14 mg më shumë vitaminë C dhe më shumë hekur. Lakra e kuqe mund të bëhet e gjallë ose e gatuar dhe gjithashtu mund t'i ofrojë trupit shumë vlera. Lakra e kuqe mund të parandalojë gjithashtu qelizat e këqija. Sa më e errët të jetë ngjyra e frutit të kësaj, mund të jetë gjithashtu më i lartë numri antioksidantëve. E njëjta gjë vjen edhe me lakrën e kuqe. Kjo do të thotë se trupi furnizohet me molekula të fuqishme që luftojnë radikalet e lira. Pikërisht këto të fundit janë përgjegjëse për mutacionin e qelizave duke i shndruar ato në të dëmshme. Sa më shumë të hani ushqimet që luftojnë radikalet e lira, aq më të shëndetshëm do të jeni. Sytë e tu gjithashtu mund të përfitojnë nga lakra e kuqe. Ka kaq shumë lëndë ushqyese në lakrën e kuqe dhe një nga ato vlen të përmendet është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për sytë dhe vizionin e mprehtë. Në të vërtetë vitamina A është një lloj antioksiduesi që mbron kornen dhe gjithashtu shtresin e qelizave të ndjeshme ndaj dritës në pjesën e brapme të syrit që quhet retina. Ajo forcon edhe sistemin imunitar. Të kesh një sistem të fortë imunitar do të thotë më pak sëmundje dhe infeksione. Një nga mënyrat më të lehta për të forcuar imunitetin tuaj është të konsumoni më shumë lakra të kuqe. Kjo perime gjithashtu është e pasur me vitaminën C, një lëndë ushqyese shumë e njohur që ndihmon në forcimin e sistemit imunitar. Lakra e kuqe ndihmon në parandalimin e osteoporozës sepse ajo përmban të gjitha llojet e mineraleve të nevojshme për kockat e forta, siç janë kalciumi, magnezi dhe mangani. Konsumi i saj ndihmon në lehtësimin e ulçrave në stomak. Kjo perime përmban glutaminë, aminoacide të njohur për lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacionit të mukozës në traktin e tretjes, të cilët mund të sjellin gjithashtu ndikime në shëndetin tuaj. Përfshirja e lakrës së kuqe në dietën tuaj do të jetë një burim i mirë i antioksidantëve. Lakra e kuqe është një burim i shkëlqyer i antioksidantëve dhe përbërësve të tjerë të dobishëm që ndihmojnë në mbrojtjen kundër dëmtimit të qelizave. Antioksidantët e saj përfshijnë vitaminën C, karotenoide dhe antioksidant flavonoide. Ato ndihmojnë gjithashtu në luftën kundër inflamacionit. Lakra e kuqe mund të ndihmojë në inflamacione të cilat besohet se kontribuojnë në shumë probleme. Është interesante se aplikimi i gjetheve të lakrës gjithashtu redukton inflamacionin. Për shembull, të rriturit me artrit që mbështjellen gjunjët me gjethet e lakrës një herë në ditë, raportonin se ndjenin dukshëm më pak dhimbje derisa morën edhe trajtimin përfundimtar. Ajo ka efekte pozitive gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të zemrës. Lakra e kuqe mund të jetë e dobishme për zemrën. Kjo mund të jetë për shkak të përmbajtjes së antocianinave, të cilët janë antioksidant flavonoid, që japin lakrës së kuqe ngjyrën e saj karakteristike. Marrja më e lartë e antocianinës mund të shoqërohet gjithashtu me presion më të ulët të gjakut dhe një rrezik më të ulët të zhvillimit të sëmundjeve në zemër. Lakra e kuqe përmban më shumë se 36 lloje antocianine që e bëjnë atë një burim të shkëlqyer për përmirësimin e shëndetit të zemrës. Mund të forcojë kockat tuaja. Lakra e kuqe përmban disa përbërës që janë të mirë gjithashtu të pasur me vitaminën C dhe K në sasi të vogla të kalciumit, magnezit dhe zinkut. Për shembull, një filxhan me lakër të kuqe ofron 56% të njësive ditore të vitaminës C që luajnë një rol të mirë në forcimin e kockave dhe ndihmon në mbrojtjen e qelizave të kockave nga dëmtimi. Ndaj përfshirni ato vazhdimisht në dietën tuaj për të marrë të gjitha mineralet dhe vitaminat e duhura për një organizëm të fortë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.